Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Perëndin e falenderon çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Pushteti i tij është në qiell dhe në tokë. Jeta dhe vdekja janë vepër e tij, dhe ai është i pushtetshëm për çdo gjë. Ai është i pari dhe i mbrëmi, edhe i dukshmi edhe i padukshmi, dhe ai është i dijshëm për çdo gjë. Ai ka krijuar qiellin dhe tokën për 6 ditë periudha kohore dhe pastaj mbi sondoi arshin gjësin. Ai di se çka hyn në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret prej qiellit dhe çka ngritet ka haj. Ai është me ju sheh kudo që gjendeni dhe çka do që punoni, Perëndia i sheh të gjitha çka punoni. Pushteti i tij është në qiell dhe në tokë, dhe te Perëndia do të kthehen të gjitha. Ai e shqen natën në ditë dhe ditën në natë, dhe ai e di mendimin e çdo kujt. Besoni Perëndin dhe të dërguarin e tij dhe shpenzoni nga ato çka ai ju ka lënë në dispozicion juve, se ata që kanë besuar nga ju dhe kanë shpenzuar për të mirë, për ta ka shpërblim të madh. Ka keni që nuk besoni në Perëndin? E i dërguari i tij ju fton që ta besoni Zotin tuaj, kurse ai prej jush ka marrë obligimin, nëse dëshironi të jeni besimtar. Ai, robit e vet i ka zbritur fakte të qarta për t'ju nxjerrë nga errësira në dritë, e Perëndia ndaj jush, me të vërtetë, është i mirë dhe i mëshirshëm. Dhe, ç'keni që nuk shpenzoni në rrugën e Perëndisë, pasi që qielli dhe toka i mbeten trashëgin Perëndisë. Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe luftuar para fitores, dhe ata që kanë luftuar dhe shpenzuar pastaj. Këtu, dallimi është në një shkallë të lartë, mirë po, Perëndia të gjithëve u premton dhuntin. Perëndia di mirë atë që punoni ju. Kush do t'i japë vullnetarisht Perëndisë ua, të mirë, që ai pastaj t'i kthejë shumë fish, e madje për të ka shpërblim fisnik. Në ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtarat, që para tyre dhe në të djathtë ecë dritë e tyre ju thuhet, gëzim ka sot për ju, kupshtet e xhenetit në për të cilët të rrjedhin lumenjt, në të cilët do të banoni përgjithmonë. Ky është sukses i madh. Në ditën kur hipokritët dhe hipokritët do t'u flasin besimtarave, prit na neve që të shpërblehemi me dritën tuaj. U përgjigjet atyre, kthehuni prapa e kërkoni tjetër dritë. Dhe ndërmjet tyre do të vendosë bariera pengesa që ka derë, brenda saj ka mëshirë, kurse jashtë saj ka vuajtje. A nuk kemi qenë me ju? Therasin ata. Po, përgjigjen, por ju e keni komprometuar veten dhe keni pritur edhe keni dyshuar, dhe dëshirat e kota ju ka mashtruar, përderisa ka arritur vullëri i Perëndisë, e djalli u ka mashtruar ndaj Perëndisë. Sot, prej jush nuk pranohet kurfar kompensimi, e as prej atyre që nuk kanë besuar. Zjarri është vendbanimi juaj, ai është për ju, e sa vendbanimi të mëshëm që është ai. A nuk është koha që besimtarëve t'u zbutet zemra, kur përmendet Perëndia dhe e vërteta Kuranit që është reveluar shpallur, dhe mos të bëhen ata sikur atyre që qysh me parë ju është dhënë libri, por zemrat e tyre, me kalimin e një kohe të gjatë, u forcuan në të keqe, dhe shumë prej tyre janë mëkatarë. Dijeni se Perëndia, me të vërtetë, e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Na ju sharojmë argumentet për të kuptuar ju. Atë ato që japin lëmosh dhe vullnetarisht japin ua Perëndisë, do t'u kthehet shumë fish dhe për ta ka shpërblim fisnik. Ata që besojnë Perëndin dhe profetët e tij. Ata janë njerëz të drejtë dhe dëshmitar të Zotit tyre dhe do të shpërblehen dhe do të kenë dritë. Kurse, ata që nuk janë besimtar dhe i mohojnë argumentet tona, do të jenë banorë të zjarrit. Dijeni që jeta në këtë botë nuk është kur gjë tjerë veçse lojë dhe dëfrim dhe zbukurim stolisje dhe mburje ndërmjet jush dhe vrapim ka pasuria dhe numri fëmijëve. Kjo ishte ëmbëlën bimës, e cila pasi ju të rritet dhe entuziazmon bujqit, e ajo pastaj gufon, po me vonë e shet të zverdhur vyshkur që më në fund të shkatërohet. Kurse, në botën tjetër ka vuajtje të mëdha dhe amnestin nga Perëndia dhe kënaqësi nga ai, jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi e mashtruar. Dëni gara që te Perëndia juaj të meritoni amnestin parajsën e gjerë sa qielli dhe toka, që është e përgatitur për ata që i kanë besuar Perëndisë dhe profetëve të tij. Ajo është dhurata e Perëndisë që ja jep ai kujt të dojë, e Perëndia është pronari i dëntisë së madhe. S'kam njerin fatkeqësi që e godet tokën dhe juve, përveç asaj që është shënuar me parë në libër. Kjo për Perëndin, me të vërtetë, është lehtë. Për të mos u dëshpëruar për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar se tepërmi për atë që ai ju ka dhënë juve, Perëndia nuk i don lavdëruesit dhe vetëmburësit. Ata që janë kopracë dhe nxisin edhe të tjerët në kopraci. E ata që i shmangën urdhërit, me të vërtetë, Perëndia është i pavarur, i pasur dhe i lavdërueshëm. Me të vërtetë, ne i kemi dërguar profetët tonë me argumente të qarta dhe me ta u kemi dhënë librin dhe terezit, drejtësinë, që njerëzit e veprojnë drejt, kurse hekurin e kemi krijuar, se në atë ka tmerr të madh, po edhe dobi për njerëzit dhe që Perëndia të dëftoj ata që ndihmojnë besimin e tij dhe të dërguarit e tij, pa i parë. Me të vërtetë, Perëndia është i fuqishëm dhe i madhërueshëm. Me të vërtetë, e kemi dërguar Nuhun dhe Ibrahimin dhe disa trashëgimtarë të tyre, që ju kemi shpallur profetnin dhe ju kemi dërguar librin. Disa prej tyre kanë qenë në rrugë të drejtë, kurse shumica prej tyre kanë qenë gatëstarë.
Pastaj pas gjumëve të tyre, ju kemi dërguar profetet tonë dhe pastaj kemi dërguar Isan, të birin e Meriemës, të cilët i dham Injilin, kurse në zemrat e tharove të tij kemi mbjellë frymëzuar butësi dhe mëshirë, ndërsa ata vetë kanë trilluar jetën lutse, të tërhequr prej shoqërisë dhe jetës normale për të arritur kënaqësinë e Perëndisë. Ne nuk I kemi obliguar ata për këtë, por ata nuk u kujdesen për atë si duhet. Ata të cilët kanë besuar si duhet, I shpërblim, e shumë prej tyre janë gatërstar. O ju besimtar, ruajuni Perëndisë dhe besoni profetin e tij. Ai do t'ju dhurojë mëshirë të dyfisht dhe do t'ju japë dritë mendimin e secilës do të ecni dhe do t'ju falë gabimet. Perëndia është falës dhe mëshirues. Dhe le ta dini starët e librit se ata, kur fardhën që të Perëndisë nuk do të fitojnë marrin, pasi që dhuntia është vetëm në dorën e Perëndisë, ai adhuron kujt të dojë. E Perëndia është pronari i mirësisë së madhe.